Sepse sot diçka që është e dhemshme është që detyrohet me punu një person, po e them kështu burri i familjes, me i mbajt të gjithë familjen. Absolut. Pastaj jo që roja, rryma, uja, ato që veçse i përmendje Rolandi është pak problem. Po, është pak problem. Po këtu diçka që më shqetëson te populli në Kosovë është që këtu nuk qenë asnjëherë në protestë. Ai shikove çfarë po bëhet në Shqipëri. Veç për një pjesë që u bën ato pjesa e ku diun që se nuk e njeh shumë këtë pjesën e politikës, ku qenë këtë populli ka disa ditë që janë në protestë. Pse mos më quhet edhe këtu në protestë, kur ngritet rryma, kur ngritet ujë, kur ngriten ushqimet, pse mos më quhet? Mu dëgju zani qytetarëve. Kjo është shumë e vërtetë. Vëdësu dhe politika po merren. Janë ngrit në Shqipëri, Linda? Për çfarë arsye? Jo, beto më shumë ti për Kosovën se për Shqipërinë. Po, e tha Linda, vetë e tha pase as nuk merre me atë pjesë, po. Po na bër ai ke po edhe në kohën e Salvishës, edhe në kohën e Tiranës janë çun protesta. Jo, duhet më shup, pse mos më shup? Se populli, dëgjoj, pak qeveria ta kthejnë mendjen nga populli, jo vetëm nga vetja, nga egoizmi vet, me mbush veten e vet. Ta kthejnë pak mendjen edhe nga populli. Duhet populli më shumë protesta. Është e drejta e popullit më shumë protesta. Se Roland nuk qohesh për shembull në protestë? Po jo, nuk qohet Rolandi dali pari në kohën e vet. Po e them si shembull nuk dalin në protesta. Edhe që tash ke protesta në Shqipëri që po bëhet. Po dalin çdo ditë më shumë që është e përgatitur me skic, me gjithçka për më bu kjo. Njerëz kanë dalë me bu qef. Nuk kanë dalë me bu protesta aty. Vetë sa më duk që ti po përbes ka plot që kanë dalë me bu protestë sepse kanë qenë edhe vet aty dhe kanë bërë. Po çka mundet me reagu shqiptari i Kosovës, edhe një shqiptari i Maqedonisë, edhe një shqiptari i Tiranëve, edhe një diasporë e Kosovës, çka mundet me ndiku në Shqipëri? Kanë shkuar me mbështet Shqipërinë. Çka me mbështet Shqipërinë? Ti s'peton aty, ti s'po përballesh me atë problem. Qytetarët normalisht që edhe nëse nuk përballesh me atë problem, po patjetër që po. Nuk muj unë me shku prej Prishtinës me bu kallabllak atje. Çto jam dakord me Rolandin. Pa pikë ndjenje. Po, çto jam dakord me Rolandin. Nuk kam unë ndjenjë se nuk jetoj aty, nuk e përjetoj sistemin politik të Edi Ramës, unë si i Kosovës. Po bravo. Çto jam dakord me këta se na kena që shumë hallë probleme këtu. Mu çu këtu protestë, edhe mu çu më shku atje për çfarë? Ma shumë kanë shku me bon numër, vetë. Po çfarë arsye po thonë edhe protesta kanë herë, po dalin jashtë kontekstit. Ja kanë humb kuptimin edhe protestës. Po dalin jashtë kontekstit. Ti në Kosovë mundesh me organizu çka dush. Po të përgatitet me skenar, vinë shqiptarët e Maqedonisë, nuk e dim për çka kanë ardhur, veç me bu kallabllak. Pas kemi nevojë, nuk e di pse nuk më ka rënë mendje me bu temën sa i përket kësaj proteste, po patjetër. Po tregonte kush po preket më shumë, të rinjt, familjet apo pensionistët? Qëra, kur të preket xhepi, prekëm krejt ka pak. Edhe